Kanë një person modeli korreksis, dhe me thanë. Në kanë rritë me një edukat, me një vërtyt, me fjallë, kur flisë për pastorin, gjithmonë thonë si kena ku borgjë gja. Dhe me thanë, nuk bëhet fjallë për me pas gjithë manjera e pastorisë, por me kanë shnosh mirë dhe si kena gja borgjkuj. Dhe me thanë, këtë vështërim. Ishte njeriu që vinte nga puna dhe do të kapte në një me rregullin e gjëra që kishte nevojë shtëpia. Do të kapte zdruksin, sharren, nuk rrinte kot. Do të thonë koha për të ishte vlerë. Nuk bëhet fjala fiton as fiton. Autoritarizmi fin? Sigurisht një njeri modeli korreksis bëhet pak rigjid. Por të ne ka ardhur natyrshëm, sepse na rrit që fëmijë me këtë marrëdhënie, gjatë që unë ka lënë shumë zhurmë. Ma liberale nana? Nana ishte njeriu, sepse baba ishte shumë i lidhur me punën, me thënë vërtetën. Ai sillte modelin më tepër, thanë kujdesin si prind sigurisht. Nësa nana ishte shpijake, ishte rritë në mjedisit të fëmijës ku kishte marrë një formim shumë të mirë. Në atë kohë që ishte televizori, por kishin Xhanxhafili, dhe kishte dy vëllezër muzikantë që prej tyre nuk janë ba muzikant, por sigurisht klima e muzikës ka qenë në mjedis. Të dy mësues në shkollën e muzikës. Shkojmë një foto tjetër. Tash jemi në Institutin e Lartë të Arteve. Dhe jo aq për atmosferën, por duhet këtë qenë megjithatë interesante për një Shqipëri për një Shqipëri me konstipacion, le themi, sidomos kur jeni diplomuar ju? Unë jam në diplomuar në 74, 78 që kam marrë studimet. Ti je diplomuar në kohë druri të Mirëfill, se në 72-73 mbaroi festivali i 11, filloi, si më thon, gjithaj programi i madh. Pra nuk jo domosdoshmërisht jeni diplomuar në kohë liberale mrekullie. Sigurisht edhe kam pas fatin edhe me një shijen e kësaj atmosfere që thoni ju, sepse në atë kohë bëj një festival studentit. Edhe shokoj im, një klasës Gjavi Dykani, filloj një aktivitet të klubi studentit, dhe më kërkoj që të angazhohem. Edhe u ban përpjekjet me vazhdu traditën e festivalit, po mas festivalit të këngës në televizion. Edhe ne që tentum, sigurisht unë studioja për dirigent korit, por pasioni për me kriju ka qenë gjithmonë, që në fëminin time. Tentativa, aventurës për me kriju, bile dhe me shkrujt poezi, bi fjalla. Bile e kam fillu, me vjersha e kam fillu të këta revistat e kohës, për thëmë që më kanë botu në i vjersh. Nërsa, kur u bat regimi i festivalit që po përgatisim ne, mas festivalit të këngës në televizion, sigurisht e përvumba të shijen e vështirë të një censura, po të një kritike. Por, në vazhdimin e vite, unë kam pas një orientim që më jep një mundësi të rrëfeja qoftë dhe në përmjet eksperiencave të punës time krijuese,